Thashë Allahu Xhelal çdo ditë në jetën tonë jep shembull nga rikrijimi. Fanzur ila athari rahmetillahi kayfa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Wa inna dhalika la muhyi al-mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir. Shikoni shenjat e mëshirës së Zotit, se si e ringjall tokën pas vdekjes së saj. E shikon në dimër, një pjesë e luleve janë të vdekura, një pjesë e pemëve janë të zhveshura. Dhe bota duket, sidomos zjallesat dhe bimët, sikur kanë mbaruar çdo gjë. Por vjen pranvera, sjell Allahu Xhelal bereqetin dhe shiun. E pastaj nga ato faret dalin filizat. Dalin lule të veshura bukur, me ngjyra të ndryshme. Dhe ndodh rikrijimi përsëri, pa pas ngatresa. Pra, çfarë fruti ka pas dhënë në vjesht, atë lule nxjerr pranverë, atë frut do t'a jap prap gjatë verës edhe gjatë vjeshtës. E këto janë të gjithë shembuj që Zoti i gjithësisë na i përsërit përpara syve, që ne ta kuptojmë ringjalljen, që ne ta kuptojmë se me të vërtet pas kësaj bote ka një botë tjetër. Dhe kjo është shumë esenciale, shumë e rëndësishme për besimin dhe për jetën e besimtarit.